Në qytetet bashkore të mbipopulluara dhe të rrëgjuara prej gentrifikimit, transporti i banorëve po bëhet gjithnjë më i vështirë, teksa ndotja mjedisore shtohet gjithnjë më shumë. Propozimi më i thjeshtë për të lehtësuar trafikun e rënduar dhe ndotjen është një mjet transporti i shpikur në shekullin e 19, bicikleta. Ja një histori me bicikleta. Me urdhrin 54, datë 29 shtator 1948 të Republikës Popullore të Shqipërisë, çdo mjet qarkullimi me apo pa motor detyrohej të respektonte rregullat e qarkullimit të vendit. Urdhëroheshin komitetet ekzekutive të rretheve që të përpilonin listat e mjeteve, të regjistronin ndryshimin e pronësisë tyre, më pas t'i taksonin çdo vit. Taksa e bicikletës nuk ishte unike, por vendosej në varësi të vendit dhe arsyes së përdorimit. Kështu, bicikletat që përdoreshin për arsye tregtare në Tiranë e Durrës do të paguanin 108 lek taks, kurse në vende të tjera 72 lek. Bicikletat që përdoreshin për qëllime vetjake taksoheshin 18 lek. Po ashtu, çdo bicikletë do të pajisej me leje qarkullimi, përmes së cilës vërtetohej edhe pronësia. Në çastin e marrjes së lejes së qarkullimit do të paguajë edhe taksa e lejes së qarkullimit, 3 lek për bicikletat. Kundërvajtësit e këtyre rregullave dënoheshin me gjobë ose burgim sipas së rastit. Mirëpo, sa vlenin 18 lek, taksa e bicikletës për përdorim vetjak me 1948. Paga mesatare i punëtori në atë vit luhatej mes 2.000 dhe 3.500 lekëve. Një bukë misri, po atë vit kushtonte 30 lek dhe një bukë gruri 40 lek dhe të dyja peshonin 1 kilogram. Pra, taksa vjetore e bicikletës ishte e përafërt me gjysmë bukë gruri ose thëndryshe 500 gram bukë gruri. E me që sot nuk paguen taksa për bicikletat, ja dhe një arsye për të përdorur më shumë bicikletën. Rini i Kurdisur për rubrikën pasardhëse.